politikën? Në principo nuk shon ndonjë ndryshim të madh. Besoj që qasja e liderëve partijak, cili do të qoftë ai, pak a shumë ka mbeti njëjta. Ndoshta këto komunikimet e fundit, qoftë përmes letrave, qoftë përmes mediave, mund të shihen edhe si ndikim i presionit publik që është kriju to 2 muajt e fundit. Mirë po sa i përket negociatave politike për ndërtimin e koalicioneve, zakonisht takimet nuk thirren përmes letrave. Takimet aranjohen, ulen partitë politike, diskutojnë, edhe nëse vjen një përfundim përbashkët, atëherë i komunikohet publikut. Dhe në momentin që e shen një takim që është i thirrur përmes mediave ose përmes letrave që publikohen në mediume, ndoshta para se të shkojë një partie politike, besoj që në start qasja nuk është mjaft e sinqertë. Besoj që Paraprakisht ka patur një ftesë, por që janë përgjigjur negativisht. Tani, pikërisht, Tani që bëhet me qëllimshëm, me kast bëhet publikisht ftesa? Besoj është më shumë presion ndaj antarëve të udhëheqësisë së partisë. Po ashtu edhe ndaj deputetëve, besoj që ajo që kemi pa kohëve të fundit është që lëvizave vendosin këtë rast zoti Kurti ndoshta ka marrë ndonjë sinjal nga deputet caktuar të ndonjë partie, në këtë rast të LDK-s, që ndoshta ata do të ishin përkrahas të zgjidhjes së situatës, mirë po për shkak të linjave partijake nuk mund të dalin në publik, dhe ndoshta ka qenë edhe kjo nisma e fundit për votim të mbyllur, në mënyrë që deputeta kenë atë fshehtësinë e votës dhe të mos jenë shënjestër pastaj e partive të tyre. Ndoshta është edhe kjo një prej rezultateve të kësaj. Nuk i dim se nuk i kemi informacione sakta, mirë po mund të hamësojmë. S'paku një deputet dëgjuam, dje ishte Arben Gashi ai që i kërkoi publikisht, madje lideri të partisë së vet, tha se duhet ulet të bisedoj. Absolutisht, kjo është diçka që besoni që mund ketë edhe të tjerë deputet brenda LDK-s që kanë mendimin e njëjtë, po që nuk guxojnë ta thonë publikisht? Këtë rast besoj që zoti Gashi e tha që është thënë në media të ndryshme nga unë nga disa tjerë, që sido që tjetë situata, çfarë lloj konfliktit ketë mes individëve, dialogu politik s'ka alternativë. Dhe në këtë sens besoj që çdo deklaratë e tillë është e mirëseardhur, pasi që këta njerëz, edhe nëse do të shkojnë zgjedhje të hershme, duhet të ulen dhe të bisedojnë bashkërisht dhe të marrin një të kenë një marrëveshje të përbashkët. Cila është zgjidhja aktuale? Aktualisht s'kemi kuvend, s'kemi mundësi për shkuar e zgjidhje të jashtëzakonshme, kështu që qoftë për cilin do scenar që bisedohet, duhet të ketë një dialog. Dhe dialogu politik nuk duhet të ndalohet në asnjë moment. Dhe si tillë, besoj që shumë deputet, në këtë rast edhe zoti Gashi dje e thatë me të drejtë, e tha një gjë të tillë. Edhe besoj që kjo është arsye ndoshta edhe pse ndoshta në këtë rast udhëheqësi i LDK-s nuk i reagoi me një herë ftesës, po tha do të presim, do shkojmë zyre, do të konsultohemi. Do thotë edhe ai tash ka një qasje pak më ndryshme se në fillim ai nuk pranon të diskutonte fare. Do thotë tash është një farë ndryshimi ku përveç që pranon diskutime, jep edhe ide se si dilet nga kjo situatë. Megjithatë pas ka një lëvizje të vogël. Dhe tha që nuk është lëvizje. Nuk është e sinqertë, është e shtyrë. Atë desha të them që nuk duket që është lëvizje e sinqertë, nuk duket që është diçka që ata me dëshirë bëjnë, mirë po vjen si rezultat i presionit, si rezultat i skenave cilat po i shohim në kuvend çdo ditë janë bërë xhasharak. Kështu që besoj që edhe kjo është një presion shtesë ndaj tyre që të reagojnë, të bisedojnë, të japin ide. S'paku tash po flitet për bisedime, po flitet për ide, derisa para një jave dhe ditëve kanë qenë kategorik refuzues ndaj çdo propozimi, ndaj çdo diskutimi, tash s'paku kemi një lëvizje pak po jo shumë në drejtim të diskutimeve s'paku. Naim, si e shihni ju këtë komunikimin publik, thotë sinqerta janë përpjekjet për dalë nga kriza, apo ka vërtet një strategji që nën presionin publik pastaj situash të hidhet etiketa e fajit dikujt konkretisht. Si e shihni krejt këtë? Nuk e besoj që mund vije si pasojë e presionit publik, mund tjetë
në base një element i vogël aty, po jo si pasojë e presionit të publik, është si pasojë e kalkulimit politik, që partitë politike besoj që e bëjnë në këtë dhe aq më pak lodhen për ose çështje presioni ose për humbjet që mundet me psu Kosova si pasojë e këtij ngërçi politik në të cilën është futur vendi. Vetë gjua në letrat edhe të Kurtit edhe të Abdixhikut let më nënkuptuar, sidomos letra e Kurtit drejtuar Abdixhikut ka qenë ditur përgjigja. Sepse në intereson në letër që aty i referohesh shumë elementeve të cilat kanë quar në prishjen e koalicioneve mes tyre dy subjekt politike, është ditë që s'ka shansë më të thonë po, përderisa ke thy një farforme ose ke tentu me nënshtru. Edhe gjuha më pastaj. Ka sheni thysa aty konkretisht? Po, ja përmend ato krejt. Ato ja përmend se me ty s'kam problem, më kam pas problem me elemente tjera brenda LDK-s që kanë që, do të thotë, ja përmend strukturën një farforme të LDK-s që kanë pas dikim një kohë caktuar. Dhe prandaj është ditë... Ja përmend qarjet brenda partisë, tonë ato? Po dhe, i referohet rastit Agim Veliut, kër është shkarku si ministri i punëve të brendshme. Por, në mesin e krejt kësaj, ta zëm një element që është pak të pozitiv të letra e Abdixhikut drejtuar Kurtit, është që ja përmend pasoja pse s'dën të bashkëpunej me të. Për dallim nga diskursi publik që kryesisht është fol që për shkak të gjuhës të Kurtit në fushat nuk po bëjmë koalicion, jo për shkak të qeverisjes. Edhe në letrën Abdixhiku e thekson pikërisht pasojat që Kosova vuan sanksionet e Bashkimit Evropian, prishjen e raporteve me aleate strategjik, gjendjen në vend duke përfshi pra rritjen e çmimeve, e shumë probleme tjera me cilat ballafaqet vend dhe si pasojë këtyre thotë nuk mund të kemi bashkëpunim. Pra kjo është pak a shumë e përsakton refuzimin, pse jo gjuba, se përmendi pak a shumë gola, kanë qenë kryesisht të lejushme dhe të kapërdishme pas zgjedhjeve të gjua që është përdorur gjatë fushatit, edhe pse kjo lloj gjuhe vetëvendos ka qenë për herë të parë e tillë. Pra më ju drejtu me terma kafshësh e me të tjera. Por çka është tjetra me pastaj pse pa mundsot një bashkëpunim tjetër. Veç vrejnë me pastaj gjithë eksponentë tjerë vetëvendosën u gjuan në sulm ndaj Abdixhikut edhe LDK-s. Qysh mundet me ul tash nesër Abdixhiku me diskutu. Po mirë, ato rrjetet sociale tash me janë bërë kështu. Kush do që